Përshëndetje miq, a e dini se bërthamat e kajsijave janë të shëndetshme, dhe më thënë thelpi i bërthamave të kajsijave nuk hidhet tej. Unë këtë nuk e dija. Një ditë më thot vajza, kishte parë një video, ma mos i hidh se kështu, thonë që janë të shëndetshme, pasi nuk e thot. Dhe deli më shoqë thot, po Eli, ne në Durrës i hanim, nuk e dinim se ishin të shëndetshme, po i hanim, i thuenim dhe i meshim atë bërthamën brënda, thelpin brënda dhe hanim. Janë të hidhura, më thotim shoqë. Kurse unë, nga që jam rritur në fshat, nuk na shkonte në mendi që të bënim këtë punë. Madje edhe ne që shjet i hanim me gjithë bërtham, nuk e di pse i kishim me shumicë dhe na pëlqenim. Flas për vetin time. A dini që kjo është një mrekulli, ja ky thelp i vogël këtu është një mrekulli. Unë që atëherë nuk i hedh më. Edhe kam zbuluar një sekret tjetër, ta dini dhe ju bashkë me juve, kur bëra një kurs pasqyrie, shefi nxori këto edhe tha, çfarë janë? Thash unë, këtu quhen armeline amares kushate dhe i përdorin për të përgatitur amareta, biskota amareti. Unë këtë nuk e dija dhe sikur zbulova hënën. Boj qefi shumë, i thash, unë i kam tharë këto, thash dhe i kam në shtëpi. Mund t'i gjeni në Amazon të përgatisin biskota, një ditë të përgatis biskota dhe doja të regoj. Nga që bajamet e egrata janë shumë të shtrenjta këtu, ne përdorim këto. Tash po mirë mësova dhe një gjë. Këtu pastaj siç e shikoni, unë mbledh gjithmonë jo hithra të thare, fletat e arrave, bishtat e qeshia, bërthamat e qeshiave. Po për këtë do flasim njëherë tjetër, po këto duan çik punë gjethet e limonit, nga që më ka thënë mikeshat e mia në rrjetet sociale, unë i mbaj gjithmonë tani. Tani na shkruani, e dinit apo jo, këtu kam çik rozmarin, cini koqyre që jam. Ju përshëndes, ciao ciao.